Prodhimi kombëtar i Shqipërisë pritet të shënojë rritje gjatë këtij viti, duke reflektuar një zgjerim të mëtejshëm të aktivitetit ekonomik krahasuar me një vit më parë. Këto pritshmëri janë pjesë e kuadrit makroekonomik afatmesëm të hartuar nga Ministria e Financave, i cili paraqet një panoramë përgjithsisht optimiste për zhvillimet ekonomike në vitet në vijim, me rritje të ardhurave për frymë dhe një lehtësim gradual të peshës së borxhit publik ndaj ekonomisë. Sipas dokumentit, të ardhurat për frymë pritet të rriten edhe gjatë këtij viti, duke sinjalizuar një përmirësim të dukshëm të nivelit të jetesës. Ky zhvillim lidhet ngushtë me zgjerimin e aktivitetit ekonomik, rritjen e punësimit dhe rritjen e pagave, veçanërisht në sektorin publik. Ministria e Financave parashikon që ekonomia të ruajë një ritëm të qëndrueshëm rritje edhe në vitet në vijim, e mbështetur kryesisht nga konsumi i brendshëm dhe investimet. Megjithatë, struktura e kësaj rritjeje mbetet e përqendruar në disa sektorë të caktuar, të cilët pritet të vijojnë të jenë motorët kryesor të ekonomisë. Dokumenti gjithashtu thekson se turizmi, ndërtimi dhe shpenzimet publike për paga do të kenë rolin kryesor në nxitjen e rritjes ekonomike. Në të kundërt, industria dhe bujqësia, sektor me rëndësi të veçantë për punësimin dhe prodhimin vendas, pritet të kenë një ndikim të kufizuar mbas vështirësive të hasura në vitet e fundit. Në këtë kontekst, qeveria parashikon një zgjerim të konsumit dhe të investimeve, si dhe një përmirësim të tregut të punës. Sipas skenarit zyrtar, këta faktorë do të kontribuojnë në rritjen e mëtejshme të ekonomisë edhe në vitet e ardhshme. Për sa i përket financave publike, kuadri makroekonomik parashikon një përmirësim të treguesve fiskal, vetëm në raport me madhësinë e ekonomisë. Borxhi publik pritet të zbuzë gradualisht peshën e tij relative, por në terma absolut ai vijon të rritet, duke mbetur një nga sfidat kryesore të politikës fiskale. Kjo nënkupton se bara e borxhit për qytetarët mbetet e ndjeshme, pavarësisht përmirësimeve relative në disa tregues. Situata ngre pikpyetje mbi qëndrueshmërinë afatgjatë të financave publike dhe mbi nevojën për zgjerimin e bazës prodhuese të ekonomisë. Në tërësi, dokumenti ofron një perspektivë rritje të qëndrueshme në terma makroekonomik për të mbështetur në sektor të kufizuar, ndërkohë sfida strukturore të ekonomisë shqiptare përfshirë diversifikimin e prodhimit dhe forcimin e industrisë dhe bujqësisë mbeten ende të pazgjidhura.